brasta, kënë me rrymë. Ato investimet që janë bërë për pajisje eficience, unë e pesho që kanë dhënë një efekt pozitiv, mos i shikon ato. Po, kur jepet një pajisje, edhe pajisjet ato janë parët e US, janë jep në muajin shtator. Para 2 vjetë e ishëm këtu në Rubikanë, unë vetë thash, po shtrajtohet rryma, ka mu shtrajtu rryma, po me një prell duhet me menu qysh me masat e eficiencës të energjisë që me ra konsumi. Ti e shtrajton rrymën e nuk bën kur gjarë 1 vjetë, 2 vjetë ka mu të shtrajtu. Flasim se si po menaxhohet pak edhe nga institucionet, sidomos nga qeveria, pra derisa është spritur që do të ketë rritje dhe kërkesa ka për rritje të energjisë elektrike, që ka janë ndërmarë hapa që kjo të mos ndodhë, se ne kemi një kryeministër i cili ka fituar në zgjedhje duke thënë se do të lirohet çmimi i energjisë elektrike, duke thënë se ne flajmë mbi thënxhill, tash është hera e tretë që po rritet dhe ne na dalim nga qeveria duke thënë se në fakt sa është rritja, a është kaq apo jo kaq, dhe jo se s'po rritet energjia elektrike ose po ulet çmimi. Ne jemi mësuar me qeverinë e cila ta shkakton një lëndim dhe masnej ta mjekon plagën edhe të pret që ti mu lavdu që po ta mjekon plagën për lëndimin që ta ka shkaktu. Përveç ati premtimit për ullje të çmimit të rrymës, që kjo qeverin program të vitit 2021 ka premtu 500 MW të reja prodhimtarit energjisë. Mas 4 viteve i kemi 0 MW të reja. Po flasë në funksion, 2 janë konde janë bo, halos kam filluas pjesa infrastrukturore, nuk e di kur e janë përfunduar disa investime që kanë nisur para punës së kësaj qeverie. Ato nuk janë hise e kësaj qeverie. Unë besoj që nesër nuk rritet çmimi, as nuk duhet me u rrit, as nuk ka me u rrit. Po marrë shkas, nesër s'ka me u bo kjo. Po marrë shkas, ka një takim ministrja me ZRE-n, ku 3 ditë para se më marrë vendimi, ministrja i lyp ke informata. 3 ditë para se të marrë? Do në kishtë qitë edhe me Facebook, dhe ke pse ka ndodhë shtrajtimi i transportit të energjisë, edhe për energjin paguhet transport. E di që po duket kështu e pa, po rrugë që përdorën për energji, paguin kost, ka kosto. Se është rritë në mënyrë enorme kjo. E pyet ke ministrja ZRE-n 3 ditë para... Që i bie si ka pasur informatat me kohë? Qarta zja, ty thëjke që si ka pas informatat. E pyet ke për sene të cilat, që me thonë, ishdasht ajo me na të regu neve, jo me pyet ZRE-n. Edhe diçka, kjo ideja e diskutimit publik ZRE-s dhe ku ZRE-ja i thotë qytetarëve, çani tash ju komentet. Para mno me hi me lexuti ato të ZRE-s, unë besoj edhe profesionist më konë, të vyjnë ja 3-4 ditë. Mi kuptu termat, mi kuptu qka është FSHU-ja, OSHU, janë shumë përzime për me ditë me i kuptu, e tash aj na del neve dhe na thot qëllimisht që thuhet se ne kemi kryer obligimin që e kemi për të marrë vrejtjet, për të kaluar në hapat që i kam planifikuar. Kjo bëhet shumë formalisht edhe pritet që tash kush ka me ndërgu komente këtu, njerëzit që e shohin veç faturën e rrymësa, çka me quna koment, mos na e shtrajtor rrymën? Kështë është koment, mujna me quzi protest, por shumë e pa drejt. Vetë mënyra se si janë bloku serverat e ZRE-s gjatë ditëve sa ka qenë e hapur për komente, pra mendoj që absolutisht, pra ne organizatën cilën unë e përfaqësoj, i kemi mundemi dokumentu kur doni, që nuk kemi mundur t'i dërgojmë komente tona në adresën e publikuar për jonës së zyrës regulatorit dhe është thyer... Nëse qëndron kjo, nëse ka bërë qëllimisht, ne po flasim për organizim thuajse kriminal. Absolutisht, do të thotë nuk ka këtu shpjegim tjetër, sepse ata nuk dojnë asnjëherë me shpjegu. Ne kemi kërkuar madje edhe publikisht, me na njoftu dhe jo vetëm ne, kemi edhe plot të tjerë të cilët nuk kanë mundur të dërgojnë komentet e tyre. Dhe në anën tjetër, edhe vetë mënyra se si janë bërë takimin mbase burimi mundet me na duket ka qenë në ato konsultimet e famshme, thotë mënyra se si ata i bëjmë bashkë 4-5 organizata ose grupe interesi me një takim 1 orësh ose 2 orësh për t'i diskutu këndse shqetësimet e atyre grupeve, pra kjo tregon më së miri se si ata e kanë organizu këtë diskutim publik. Pra nëse ne po flasim për grup ekspertsh, qofshin të një organizatë ose një grupacionit caktum, ata duhet me nda një goxha gjatë dhe të merren vetëm me atë grup. Pra cila është logjika që ne i ftojmë 4-5 organizata me ka 2-3 përfaqësues me një takim i cili kryesisht, me sa unë kam informacion, më shumë